Zoti Islami, Belinda Balluku është paraqitur në SPAK, ndërkohë Berisha ka hedhur në publik një hipotezë sipas së cilës ajo mund të mbetet shtatzën në mënyrë që t'i shpëtojë drejtësisë. Në këtë rast me këtë me të shtatzën, me Berishën do me të shtatzën ajo. Kështu pretendon Berisha të paktën. Çan të turpe. Po atëre pse sot që ka kantor do ta lër vetë me barr. Këto zotri, këto janë turpe që i zënë goja ai dhe unë përgjigje me fjalorin e tij. Ç'pun ka ai se çdo bëj Belinda Balluku? E ka parë atë shtëpinë e tij, do të thënë PD-n e tij, partinë e tij, ose mirë me thënë bandën e tij, me ata të merret. Në këtë rast, Edi Rama nga ana tjetër, a mund ta lëshoj Belinda Ballukun apo ka frikë se kjo e fundit e merr me vete? E ka thënë ajo. Ua kam thënë dhe një dy herë tjera këtë fjalë zotëri. Po e përsëris prapë sot se ndoshta ka qytetar dhe teleshikues tuaj që nuk më kanë dëgjuar. Belinda Balluku i ka dërguar mesazhe Edi Ramës, janë zbuluar mesazhet e tyre në SPAK, i nxjerrin vetë ata tani. Dhe i ka thënë, unë ty nuk do të lejoj kur që të bësh me mua atë që bëri baba yt me gjyshin tim. Me Beqir Ballukun. Pra, Belinda i ka thënë, ne o do rrim bashk, o do ikim bashk. Dhe këtë Edi Rama di shumë mirë. Dhe kjo mua më kënaq shumë. Zoti Islami, Ilir Beqaj doli nga burgu dhe ndodhet në rreth shtëpie, ndërkohë vajza e tij ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare. Çfarë do të thotë ky rast sipas jush? Ta janë komunistët dhe advetarët dhe besnikët e popullit shqiptar që i ka zgjedhur deputet. Tani tu shikojnë ajerin. Ja, këta janë. Të tillë pisa, të tillë palacio, të tillë maskarej, rrugash, lumi të botës jo Shqipërisë. Këta janë. Ja, këta janë. Ai patjetër që do ta nxirte atë edhe jo atë, do ta nxjerrë dhe Velin, do t'i nxjerrë të tërë ata që ka futur burg, do t'u afal miliardat e eurove tona që ikin në xhep të tij dhe të Salihut dhe të miqve të tyre perëndimor, ambasador evropian apo amerikan, dhe di me kemi të qartë atë punë. Pra, këta në një farë mënyre po i fshehin parat e tyre përmes fëmijëve të tyre. Patjetër. Pse kotka tani u kujtua ajo e bie këtij e mbese Hamit Beqes, tani u kujtua ajo të lërë shtetësinë amerikane, se ishte psikologu i madh Hamit Beqja. I biri hajdut i madh, e mbesa tani thos jam shqiptare. Ka rënë shtetësinë shqiptare, po. Po, ja, kështu ja, këta janë. Këta e qeverisë Shqipërinë. Ndaj protesta nuk lëvisan nga bulevardi. Dhe ata bëjnë shumë mirë, dhe media bën shumë mirë që i denoncon këto, më kënaq jashtë masë mua, sepse u hapen sy dhe atyre që kanë akoma në një iluzion në kokë, u hapen sy dhe shikojnë se kush janë, ç'palaco janë, ç'pundërina janë. Që lumit të gjithë lagëmeve të botës janë këta. Me në krye lumin, krye palacon, krye fëllëqësirën që është kryeministri shqiptar aktualisht në detyrë. Zoti Islami, ndërkohë që protesta vijon në bulevard, Kruja u përpi nga flakët, kryeministri është parë në jug duke pushuar nën rrezet e diellit atje dhe duke shijuar këto ditë para se të kthehet në Tiranë. Hyjmë në një sferë tjetër tani zotëri. Në radhë parë do ta them me atë fjalën e urtë që thot populli fshati digjet e krihet. Po. Të bën Edi Rama, por ai është plotësisht i vetëdijshëm dhe në urdhrat dhe në drejtimin e tij, në dirigimin e tij, po u vihet zjarri pronave të shqiptarëve, sepse këtë urdhër ka marrë nga iluminati dhe nga masonët, të cilët duan me çdo kusht të pushtojnë Shqipërinë, të cilët duan që të vinë 2,5 milionë që fut këtu, të cilët duan që të mos ketë më shtet edhe kom shqiptar, të cilët kanë boshatisur qytetet e fshatrat e Shqipërisë dhe këtu kërkojnë ta bëjnë tokë të djegur dhe mbas meje thotë Edi Rama, zjarrit i bjerë thotë, kështu ka thënë dhe Luigi XIV. Pas meje thot,
se ke parasysh, e di pse do një Neron i Romën apo jo? Pikërisht si ky sot. Pra, Edi Rama është një Neron i kohëve moderne. Do që të shkatërrojë Shqipërinë, o ta mbaj unë, të vjetë unë, të bëhem unë mbret, bëhem unë domethënë i pa konkurueshëm, i pa kritikueshëm, ose ndryshe Shqipërisë do t'i vë zjarrin dhe praktikisht po i vë zjarrin. Ka vite që gënjen për aeroplanët kanaderi, ata që ftofin shuajnë zjarret. Jo, se zjarret i vën vetë. I vën vetë zotri. Zoti Islami, jugun e Shqipërisë e ka vizituar dhe po e viziton ndërkohë Richard Grenell, një nga të dërguarit dikur të presidentit amerikan Donald Trump për çështje gjeopolitike, çështje të rëndësisë parësore. Ju si shikoni vizitën e tij në jug? Dhe mendoni se mund të ketë një takim të fshet me Edi Ramën para se të mbërrijë dhe ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri? Të tëra bëhen dhe ata janë në lëvizje, se është i deklaruar. Dhe pas në media që thuhet që ka ardhur bashkë me burrin e tij. Të mbetemi te vizita e tij, si e shikoni vizitën e tij në Shqipëri? Është private apo ka një mision tjetër? Ka mision tjetër, ka misionin që digjet Shqipëria, siç po digjet. Është anti-shqiptar ajo zotëri. Ne kemi fjalën në aspektin diplomatik. Diplomatik? Qa funksioni diplomatik ka ai? Qa zyrtari është? Ka qenë i dërguar i Trumpit më parë për çështje. Le të ka qenë, unë po të them ç'është. Të lutem. Ka qenë e di. Çfarë është, më thuaj? Po ka influencën e tij gjithsesi. Të lutem edhe një herë. Është tani është hiçi. Pra s'ka asnjë gjë s'ka në dorë të bëj. Thjesht mund të jetë një sekser i interesave të Izraelit në Shqipëri. Zoti Islami, një incident ka ndodhur në kuvendin e Kosovës ku Albin Kurti është goditur me vezë nga një prej deputeteve të kuvendit. Në këtë rast, si e shikoni Albin Kurtin? Po shkon drejt rënjes në Kosovë apo po bëhet edhe më i fortë, duke qenë se nuk po arrin të ngrejë as institucionet? Për mua po bëhet më i fortë. Po ta them unë, Albin Kurti i vuri Serbisë sinorin të thana, themin atje në Kurveleshi, ose Kufirin ja vuri të thana, do të them greqisht. Po sona po s'duan agjentët e Serbisë të futun në parlamentin e Kosovës, në pak punë na prish. Albin Kurti ishte në pushtet dhe do bëj atë që i thot ndërgjegja kombëtare qytetare. Albin Kurti ishte Dardan zotëri, nuk është serb. Unë këtë mendim kam, me që kam parë deri tani, me që ka punuar deri tani, në brëndësi si digjerat, s'marë përgjegjësi që t'jem zëdhënës si ti. Po kam besim të ka i njeri, sepse kam parë që bëri disa veprime që anulloj njerëz e dënicat edhe ato pislëqet që na bëri, po na bën Edi Rama këtu tani që kërkon të heqë, të zhduk Bashkinë e Konispolit, të zhduk të jap fuqi të pafundme grekëve. Sikur se pas dje një video që një shqiptar, një greko-amerikan me emër Zervo në Sopik të Pogonit kishte inauguruar një fuqi druri, nga ato fuqit e mëdha të butet e mëdhenj, se ai ka qenë zanati atyre Varelxhi, kanë bërë varela, fuqi, dhe tha tradita jonë vazhdon kështu, tha atjere, dhe tha që ne jemi, do ta bashkojmë kombin grek me tërësinë e tij. Tërësisht racist dhe armik i këtij vendi. As shërbim sekret s'ke, as polici s'ke, as polici kufitare s'ke, as bashki s'ke, as një gjë s'ke. Ata vinë e bëjnë si u do qefi këtu. Kjo është situata lidhur me vizitën e Grenellit që më theti. Në këtë rast, ju si mendoni çfarë fshihet pas sulmit ndaj Albin Kurtit në kuvend, apo është thjesht një incident i rastit? Jo, nuk është e rastit. Nuk është e rastit. Por di që Albin Kurti ka më tepër se gjysmën e popullit të Kosovës me vete. Te di. Dhe kjo më bind që anti-shqiptarët në Kosovë
nuk do fitojnë dhe do zgjidhet problemi në interes të Kosovës. Zoti Islami, me këtë që po ndodh në Shqipëri, mënyrën si po qeverisë Edi Rama dhe gjithë korrupsionin galopant që shfaqet në skandal pas skandali, a mendoni në këtë rast se Greqia është duke fërkuar duart sa i përket interesave të saj? Pa dyshim, ja ka agjenturën e saj Greqia këtu, ka nxitësit e saj, i ka bërë të tëra. Dëgjoj, Greqia bëri një aleancë me Kiprën dhe me Izraelin, që do të thotë lobi qifut dhe grek, që janë nga lobet më të fuqishme në Amerikë, këtu po lozin atë rol që u ka ngarkuar me Galilea. Po çfarë interesash konkrete ka Greqia? Të kam marrë jugun, hajde në më të shikoni se që bëhet një jug. Të kam thënë disa herë, merë kamerën e hajdet, të bëjmë një xhiro në gjithë jugun e Shqipërisë, të shikosh. E ka marrë jugun e Shqipërisë, çfarë bëhet, komandojnë vetëm interesat greke, askush tjetër. Që do të thotë? E ka marrë. Që do të thotë kemi mbaruar në jug. S'ka shtet, s'ka pushtet, s'ka nuk ka vigilencë në interes të në interes mirë them të kombit shqiptar dhe të popullit shqiptar dhe të shtetit shqiptar. Ata bëjnë atë që u do qefi. Dje, të thash, në atë video kisha ardhur një këngëtar, një bastard grek, një Savasiatras që nuk ka lënë kënga shqiptare para atë në Greqi dhe këta e pranojnë aty. Këta e pranojnë. Dhe bëjnë si u do qefi atyre, të pasqetësuar, të pa... Fare nuk u tha njëri, ore që shkjo që po bëni. Ku është prefekti Gjirokastrës, ku është kryetari bashkisë Gjirokastrës, ku është shërbimi sekret në Gjirokastër, ku është policia e shtetit në Gjirokastër, ku është direktori policisë Gjirokastër, çfarë po bën me këto ngjarje? Këtë po pyes. Megjithatë, unë jam një zënë shkretir, sepse shteti në jug nuk ekziston, zotëri. Zoti Islami, të rikthemi sërish te Edi Rama, për të cilin një gazetar gjerman, Walter Mayer, ka deklaruar se ai është kërcënuar me telefon nga vet Edi Rama në një shkrim që ka realizuar në Der Spiegel mbi qeverisjen e kryeministit Edi Rama. Dhe nga ana tjetër ai thekson se perëndimi e mbivlerëson ca si shumë Edi Ramën, madje e përkodhel. Në këtë rast, duke nisur nga protestat, a mendoni se tashmë i ka rënë imazhi Edi Ramës në botë dhe nisur nga këto deklarata të këtij gazetari, do të kemi një degradim të Edi Ramës dhe rënje të tij nga pushteti? Ai praktikisht ka rënë dhe ka mbaruar, as autoritet s'ka, as integritet s'ka, as besueshmëri s'ka asnjë gjë nga këto, i ka humbur këto. Ai thjesht tani rrin pushtet se si këndohet. Shqip. Opozita po është me të. Po në këtë rast, ku e gjen guximin që kërcënon përmes telefonit një gazetar të huaj? Aq më tepër gjerman. Ka mira spion që qarkullojnë në Evropë. Dhe gazetari gjerman e di këtë gjë. Që mund t'i bëhet çfarë do lloj atentati. Pse? Sepse Edi Rama ka daj kokalin, është i mbështetur tek Amerika. Dhe thot Amerika jemi kundër tij, është e vërtet. Amerika mori Sazani, zotëri. Amerika nëpërmjet çifutëve mori dhe Zvërnecin, janë të tërat Amerikës këto. Po s'ka marrëveshje zyrtare në këtë rast? Jo të tëra bëhen zyrtare, zotëri. Hajde të shkojmë bashkë në atë ku del nafta në malin e Shpiragut. Hajde, shikosh ku shkojnë dy pusët atë ku shkon nafta.